Edhe një pyetje të fundit, Altin, edhe një pyetje të fundit, të lutem, përpara se të falenderoj. Ndërkohë që do jetë ky manifestim i presidentit Vučić, lëvizja studentore e ka në plan që të vazhdoj me protestat e tyre, qoftë të përqendruara, qoftë masive, në pritje të shpalljes së zgjedhjeve të parlamentare? Çuditërisht, në momentin kur Vučić po paralajmëron zgjedhje, po paralajmëron që të unifikohet me gjithë subjekte tjera politike për një Serbi për një Serbi si një familje, ashtu po thotaj, studentët janë duke u marrë me probleme tjera. Shembull, studentët sot gjatë tërë ditës janë marrë me Expo e cila do të bëhet vitin 2027, ku janë duke u marrë me disa ndërtesa ku studentët duhet t'i lirojnë momentin që do të ndodhe Expo në Beograd. Ende nuk janë të qartë se çka realisht po duan, ose edhe mund t'jenë ndër vete shumë qartë, mirë po nuk po e publikojnë, nuk po na transmetojnë neve si qytetar dimse cilët do t'jetë hapi i tyre i jashtëm. I dashur Altin, t'jam shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet që ndave me ne. Kënaqësia është e imja. Falenderoj. I dashur Ilir, falenderoj për praninë tënde në studio. Faleminderit, si gjithmonë kënaqësi. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi ynë i radhës është nesër në orën 17:30. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.